Adhurimin e meriton vetëm Allah. Namazin e meriton vetëm Allah. Agjerimin e meriton vetëm Allah. Zeqatin, sadakat, respektimin e prindërve dhe gjitha të mirat i bëjnë vetëm për Allahun. Kjo në gjuhën e Islamit quhet tauhid. Tauhid është adhurim i Allahut të vetëm, pa i bërë atje ortak. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, sot është dita e parë e muajit Shawwal, ditë në të cilën e mbar bota islame kremton përmbylljen e një muaji adhurimesh, muajin e madhërisëm të Ramazanit. Allahu a pranoft të gjitha adhurimet. Allahu a pranoft agjerimin. Allahu a pranoft namazin. Allahu a pranoft leximin e Kuranit. Allahu a pranoft sadaka dhe çdo të mirë që e keni bërë gjatë këtij muaji. Ashtu siç u gëzuat kur hyri muaji Ramazanit, gëzohuni edhe me ardhen e kësaj dite, me ardhen e ditës së Bajramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzonte dhe u thoshte shokëve të tij të gëzohen, sepse besimtari për agjerimin e tij gëzohet dy herë. Gëzimi i parë në iftarin e tij apo në ditën e Fitr Bajramit, sikur sot, dhe gëzimi i dytë në ditën kur do të takoj Allahun xhalla xhelaluhu me sevape të shumta që i ka bërë gjatë këtij muaji të madhërisëm. Muaji Ramazanit është një kohë ku njeriu më shumë të i bën sevape. Dhe kur del ditën e Kiametit para Allahut azza wa jall, do të gëzohet kur i shet të gjitha ato sevape. Gëzohuni sepse sot është ditë gëzimi dhe feste. Le të shihet dhe të manifestohet gëzimi dhe hareja në fytyrat tuaja, në veshjet tuaja dhe në shtëpit tuaja. Le të shohim në të tjerët se kur ne arrim ta bëjmë një vepër të mirë, kur ne bëjmë vepra të mira, gëzohemi dhe falenderojmë Allahun që na mundsoi të i bëjmë ato. Xhamati nderuar, çdo herë adhurimet tuaja drejtojani vetëm Allahut xhalla xhelalu. Mos i përzini adhurimet tuaja me diçka tjetër, me ndonjë interes tjetër. Adhurimin e meriton vetëm Allah. Namazin e meriton vetëm Allah. Agjerimin e meriton vetëm Allah. Zeqatin, sadakat, respektimin e prindërve dhe gjitha të mirat i bëjnë vetëm për Allahun. Kjo në gjuhën e Islamit quhet tauhid. Tauhid është adhurimi i Allahut të vetëm, pa i bërë atje ortak. Ibn Taymija rahimahullah thot: kush e mediton, kush e shiqon gjendje në tokë, do ta vrejë se shkaku i çdo mirësie, i çdo përmirësimi në tokë është tauhidi, adhurimi i vetëm i Allahut dhe ndjekja e të dërguarit Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa çdo sherr, çdo e keqe, çdo sprov, çdo bela, çdo uri dhe çdo shtypje nga armiku vjen si pasojë e devijimit në adhurimin e Allahut, e devijimit në tauhidin e Allahut dhe në mosndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an: ata që besojnë Allahut dhe nuk e përzin besimin e tyre me padrejtësi. Ata që besojnë Allahut një dhe nuk bëjnë padrejtësi, nuk i bëjnë shirk atij, atyre u takon siguria dhe ata janë në rrugë të drejtë. Gëzohuni dhe falenderoni Allahun që jeni pjesëtar të kësaj feje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë: pasha Allahun, si kur të ishte gjallë Musa a.s. edhe ai do të nëndiqte. Nuk do të kishte rrugë tjetër përse do të nëndiqte. Pra edhe Musa a.s. Të nderuar xhamatli, vazhdoni të bani vepra të mira
dhe të adhuroni Allahun edhe pas Ramazanit. Allahu duhet të adhurohet në çdo vend, në çdo kohë dhe në çdo situatë. Nuk e kanë kuptuar Islamin drejt ata që vetëm në Ramazan bëjnë mirë. Nuk e kanë kuptuar Islamin drejt dhe mirë ata që vetëm në Ramazan bëjnë mirë dhe vetëm në Ramazan adhurojnë Allahun. Vazhdoni ta falni namazin, të shkoni në xhami, të lexoni Kur'an, të urdhnonin të mirë, të ndaloni nga keqja dhe të bëni mirë edhe pas Ramazanit. Mos e lini namazin pas Ramazanit, sepse kjo është sikur të varfrohesh, të bëhesh fukara pasi që ke qenë i pasur. Ti lësh adhurimet mas Ramazanit, është sikur se të ishe i pasur dhe u varfnove, apo të fillosh të shkatrosh atë që e ndërtove gjatë muajit Ramazanit. Elusë Allahun të na falë dhe të na mëshiroj. Elusë Allahun të na i pastroj zemrat tonë. Elusë Allahun të na bëj bashkë në veprat mira. Elusë Allahun të na i pranoj veprat tona. Elusë Allahun të na jep jetë të gjatë që të agjerojmë dhe të shfrytëzojmë edhe shumë Ramazane. Elusë Allahun të i shëroj të smurat dhe të i mëshiroj të vdekurit. Allahu u apranoft të gjithëve, Allahu u apranoft të gjithëve adhurimet, por hajë një qoftë festa Fitr Bajramit, pritshi edhe shumë të tjerë në gjendje edhe më të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.